Zoti Strazimiri. Zoti kryetar, se çfarë është për procedurë dhe se çfarë s'është për procedurë, ato nuk caktoni ju. Është për procedurë. E cakton rregulloria dhe kryetari i Kuvendit interpreton rregulloren. Për mbajtjen e fjalës që kam nuk e cakton dot ti. Kur më thua do ta çojmë për në fund të seancës, nga eksperjenca që kemi dhe ju bini dakord që kjo është për procedurë, nga eksperjenca që kemi, seanca ka zgjat 3 fishën asaj që ka zgjat 2 herë të fundit. Dhe për këtë, domethënë ju inkurajoj të vazhdoni se nuk është aq e vështirë. U bë 1 orë 21 minuta tash që jeni në seancë, nuk ishte aq e vështirë. Zakonisht e keni bërë 21 minuta, 22 minuta seancën dhe keni ndërprerë në shkelje të rregullores. Ajo që kërkojmë është thjesht të respektoni rregulloren. Kur ka një propozim këtej, ka një kundër propozim këtej dhe ju këtë duhet ta bëni. Ju nuk keni aty shkopin magjik, nuk keni as diktatori këtij parlamenti, mbasi janë caktuar 10 orë diskutime deputetësh në byron e Kuvendit, ju thoni mbyllet sot nuk ka për të folur njëri. Nuk e keni këtë kompetencë. E para. E dyta, ndalni këto paçavure që dalin flasim këtu, ne jemi këtu tash po rrin tash sy për sy. Sa herë marrin fjalën, unë flasim për procedurë, flasim për paçavure. Aty vi turp. Ndalë se është detyra jote. Dhe me qira Allafi, me që përmendi njëri për këtyre mitingun e një kom një qëndrim të 5 marsit. Një gjë që nuk e dini. Ai mitingu i 5 marsit ka qenë duke dështu për një arsye. Megjithse ishte shprehje Sali Berishës, një kom një qëndrim, dëshire Sali Berishës, kërkesë opozitës që të bëhet një miting barkombëtar. Ashtu siç u bë. Vetëm që të mos fliste Sali Berisha. Cila është procedura? Ja po ta them unë, procedura është kjo që po të them tash ti. Cila thuaj? Është kjo që po të them, deri tash ta thash procedurën. Ka thënë asgjë për procedurën. Do ta them, po, është vetëm procedurë dhe mos ma minutat. Asgjë për rregulloren. Mos ma minutat. Për endin e ditës. Ai miting ka qenë duke u anulluar brenda ditës, sepse pandi Majko se kemi këtu në këtë sallë, thoshte nuk duhet flasi Sali Berisha aty ku i thot protokolli shepu do flasin në fund. Kam shku unë atë ditë, kryetari i Forumit Rinor, antari i Kryesisë Partisë Demokratike me urgjencë, ke Partia Socialiste, ka dalë ka prit Musa Ulqini, kam shku me ta ku shokun pandi atje, dhe i kam thënë vetëm një fjali nga Sali Berisha. Mos prishti mitingun, Sali Berisha nuk do me fol. Nuk bëhet fjalë fare për radhën se kur do flasim. Ma kërkonte me shkrim. I thash pandi, nëse doni me prish mitingun, doni me gjetë një sebeb, kjo është fjalë zyrtare e Partisë Demokratike. Për pak gjë, për kaq gjë ka qenë duke u prishë ai miting, kaq ka qenë interesi juaj për Kosovën atëherë. Okej, faleminderit. Fjalën e ka zoti